Nata e madhe e berajetit, vlerë dhe bekime. Netët e mëdha të mira të bekuara të cilat janë të dalluar nga netët e tjera të vitit, e cila konsiderohet si nata e paqes, shpëtimit, kërkim faljes dhe pendimit, është edhe nata e berajetit. Berajet ka kuptimin e pafajësisë, të lirohesh nga ndonjë vështirësi, nga ndonjë bela, shpëtim nga ndonjë situatë e keqe, marrje e pafajësisë. Kjo natë bie në natën e 15 muajit Shaban, që është muaji pararëndës i muajit bekuar Ramazan. Ndryshe quhet dhe nata gjysmës së Shabanit. Në këtë natë Allahu cakton fatin krijesave të gjalla për vitin tjetër. Natyrisht, fatin një krijese mund t'ia caktojë vetëm ai i cili ka dhënë jetën, ai i cili ka krijuar, që është Allah. Kjo natë u rikujton besimtarëve që të përgatiten sa më shumë për pritjen sa më të mirë të muajit Kur'anit e Taxherimit, pra të përgatiten sa më mirë për muajin Ramazan. Rëndësia e kësaj nate më së miri na e ka potencuar i dashuri i Zotit Muhammed alayhis salam përmes thënieve të tij. Lidhur me këtë natë, Imam Bejhekiu ka shënuar hadithin të cilin e kishte treguar Aisha radiallahu anha, me çrast pejgamberi alayhis salam njëherë i kishte thënë: "O Aisha, a e di se cila është kjo natë? Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri", ja kishte kthyer ajo. Ka ardhur Xhibrili dhe më ka thënë: "Kjo është nata e mesit të Shabanit. Në këtë natë ngrihen veprat e njerëzve dhe në këtë natë Allahu i liron gjunaqarët nga zjarri, aq sa kanë qime kopeja e deleve të fisit Benu Kelb. Prandaj më lejo që këtë natë të jem me ty", i kishte thënë pejgamberi alayhis salam. Thash po. Thot Aisha radiallahu anha, dhe ai e fali namazin duke lexuar në Qiyam surën Fatiha dhe një sure të shkurtër. Më pastaj qëndroi në sejdë deri në gjysmën të natës. Më pastaj u ngrit në rekatin e dytë dhe lexoi shkurt si në rekatin e parë dhe qëndroi në sejdë gati deri në sabah. Derisa ai qëndronte ashtu gjatë në sejdë, unë mendova se sigurisht që Zoti do ta ketë marrë pranë tij. Kështu që ja preka gishtin e madh të këmbës, por kur ai lëvizi, atë unë e kuptova se ai ishte gjallë. Ndaj dhe ja vura veshin dhe dëgjova atë në sejdë, ndërsa po thoshte: "Kërkoj mbrojtje me faljen tënde nga dënimi yt, kërkoj mbrojtje me kënaqësinë tënde nga hidhërimi yt, kërkoj mbrojtjen tënde nga ti. E madhe është fuqia jote, nuk mund të numëroj falendërimet që ti i meriton, ashtu siç ti e ke falendëruar veten tënde." Ndërsa unë, thot Aisha radiallahu anha, i thash: "O i dërguari i Allahut, këtë që dëgjova sonte sa ishe në sejdë nuk e kam dëgjuar as edhe një herë më parë. A e mbajte në mend?" Më tha pejgamberi alayhis salam: "Po, ja ktheva. Mësoj këto fjalë dhe mësoj ato të tjerëve, sepse Xhibrili më urdhëroi që këto fjalë ti them në sejdë." "E çka në këtë natë?" e pyeta. "Në këtë natë regjistrohen të gjithë ata që do të lindin dhe të gjithë ata që do të vdesin në këtë vit. Po ashtu regjistrohen edhe furnizimet e tyre dhe në këtë natë ngrihen veprat dhe punët", më tha ai. Me një rast, Ibn Majah ka shënuar një hadith i cili tregon se si pejgamberi na ka udhëzuar që këtë natë ta kalojmë duke bërë ibadet. Kur të vjen nata 15 e Shabanit, rrini sa më shumë zgjuar duke bërë ibadet, kurse ditën që e pason agjeroni. Është e mirë njohur se në kohën e sahabëve këtë natë ata kanë kaluar me ibadet të shtuar, me lexim të Kuranit, me nafile namaz, dua lutje, me kërkim falje, istighfar, astaghfirullah, me dhënie të sadakas e me veprat e tjera të dobishme. Krejt kjo duke u mbështetur në shpjegimet e pejgamberit alayhis salam lidhur me rëndësinë e kësaj nate. Kur të vijë nata e 15 e muajit Shaban, kalojeni me ibadet e nafile namaz, kurse ditën me agjerim, sepse atë natë Zoti me rahmetin e vet i shfaqet qiellit e dunjas dhe thot: "A ka kush që pendohet sonte dhe unë ta fal? A ka kush që kërkon nafak sonte dhe unë t'i jap? A ka kush që është i semur dhe kërkon prej meje shërim dhe unë ta shëroj? A ka kush që është i semur dhe kërkon prej meje shërim dhe unë ta shëroj? A ka kush që kërkon sonte diç tjetër dhe unë t'i jap?" Kështu vazhdon deri në agimin e ditës së nesërme. Pejgamberi alayhis salam e ka agjëruar muajin Shaban, e natën e berajetit e kalonte edhe në ibadet. Për këtë ka porositur dhe umetin e tij lidhur me këtë, siç transmeton Deilemiu, pejgamberi i mëshirës ka thënë: "Janë 5 kund të cilat duaja drejtuar Allahut nuk kthehet dhe ato janë: secila natë që i paraprin ditës së xhuma, nata e parë muajit Rexhep, nata gjysmës së Shabanit, pra nata e berajetit, dhe netët që ju paraprin 2 ditëve të bajrameve. Nata e berajetit, e cila ndryshe quhet edhe nata e shefatit, nata e faljes, amnistisë, na rikujton se jemi në prag të muajit Ramazanit, sepse nga kjo natë deri në Ramazan na ndajnë vetëm pak javë, pra 2 javë. Kështu që kjo natë sikur na afron gëzim e kënaqësi dhe na shtyn të përgatitemi sa më shumë e më mirë për pritjen e muajit të agjerimit. Në fakt, kjo ka qenë edhe praktike e Resulullahit ton Muhammed alayhis salam, familjes së tij dhe ashabëve në përgjithësi.